midita meq, I bindur njëm si as juve nuk ju ka ik prom që e deklarata skandaloze e një ish ministri e ish ambasadorit Kosovës. Jo edhe një qka tha, më keni lodh, jam lodh, të më kalzu, ju atje, prej mërgate, shka me buën e qush me jetu në Kosovë. Ani tha, kush me më kalzu, tha ju si lani vecet e Gjermonit. O zotni, mi la vecet e Gjermonit është pun nuk o marrë, parë me vjellë. Me kon shef I spitalit Gjermonit nuk o marrë, është pun. Mi ndërtu shpinë Gjermonit nuk është marrë, o pun. Mi pilotue aeroplanin Gjermonit nuk o marrë, ajo pun është, marrë me vjellë. Po edhe me kon arhitekt, edhe me kon kopshtar, nuk o marrë, këto e në punë, marrë është me vjellë zotni. Ky zotnia duhet me pas më kujtes, si me që ato pare shka I kem fitue, qoftë edhe të I la vecet e Gjermonit, e me plot pun tjera, e kem majtë sistemin paralel të arsimit Kosovë vitet më vajta, e kem financu luftën, e kem rindërtu Kosovën. Ma gjoni ju muni shtet tjetër në botë, ku ka pas luft qas përtuare si në Kosovë, e ti nuk e gjonë sot, as edhe një shajt vetëm si ka pas luft. Krejt këto janë bo me punë, qoftë edhe të I la vecet e Gjermonit. Zotnia po harran një punë. Kushtetuta e Kosovës nuk e përcakton drejtën e votës me punën si e bën. Drejt vote ka secili, edhe ai si jeton. Kosovë, Njonik, Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovic, Dragash, kudo koft, edhe ai si jeton në Amerikë. Mjafton me ko shtetas I Kosovës. Kështu e thot kushtetuta, si ju thirri kaq shumë kushtetut. Kushtetuta e Kosovës nuk e përcakton as gjuhën, cilën gjuhë e flet me pas drejt vote. Si fole shqip, si fole turqisht, si fole serbisht, si fole gjuhën rome, krejt kanë drejt vote. Mjafton me kon shtetas I Kosovës. Zotni, t'jesh I bindur si nuk na ki ofendu me atë fjallë. Harroj atë film të si na ofendon neve. Po, edhe me I la vecet e Gjermonit. Është pun. Ma mirë me bo atë pun e çdo pun tjetër se me vjellë, zotni. Me vjellë dhe marrë. Zotni, ma mirë laj vecen e Gjermonit se sa ja laj qenefin Radojqiqit. Se kur ti, është shumë shokë si tutë si ti. Juftoj meq, regjistroni mu vëtu. Regjistroni pa tjetër. Se njerës si ky, e njerës shumë si ky, si e ka bëj një luft të mërshme, speciale ku na I mërgacë, sot kërkojnë me na hek drejten kushtetuse me votu. Nesër, po të njëjtit, marrën e madhë, nështë ju duket pak e çuditshme, po të njëjtit, nesër kanë me kërkue edhe mos mu kthujna në Kosovë, se na shohin rrezik permanent, se po ja rrezikojmë hajnin e nuk me I lojnë me vjellë qetë. Ju përshëndes miq.